Çka ndodh? Televizionet shqiptare, një në kanalet më të fuqishme të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk flasin gjë tjetër që vetëm rastin tanë. Duke folë këtë rast tani, Po mira, ajo ishte pengmarrje, vëlla. po, super. Mos e krahaso tani pengmarrjen me Rafin, ndryshon pengmarrjen me Okej, Rafin. pengmarrje, o vëlla, pengmarrje. Çka ndodh tani? Pastaj, Adoleshentat ku në të themi Shqipëri. edhe i gjë. Fabio është tjetër kategori nga. Okej, o zemra vaj se tu kap konceptin, nuk jetu kap konceptin. Fabio, tani ishte edhe ngjarje tjetër te Fabio. Nuk jetu kap konceptin e muhabetit. Pastaj peng kanë marrë kryeministrin e Belgjikës, kanë marrë Po jo ministrin. ty o kozak se të fol për ty, unë të fol për televizionin. Më mirë që kanë marrë pengë jo me mraf. Me rëp shtëpi. Ton bokë. Allah, faleminderit. Ale, lenë ngjarjen, o valla, lenë ngjarjen. Lenë ngjarjen mrapa. S'po kupton më duket. Lenë ngjarjen. Këtë televizionet e shqiptarisë morën ty. Po pra, folën televizionet e shqiptarisë se ishte edhe Fabio Dushku dikushi me burkim Po shumë përjetshëm bukur, me ngjarjen gjona. anash. E lam, ora sikur se të më gju. E lam ngjarjen anash tani. Ngjarjen anash. Kretë rinia, ti u bone i pasur, kosa ku bone shumë i fort Shqipërisë. Po pra, u bona i pasur nga fakti se kisha ishte pengmarrje, u mora peng, nuk u rafa si dhe gjenë. Pse rrën të i ra një vend, Shekiq? Tani, nëllë çka nëllë, shpar shembull ti dhënë televizionet shqiptare brezit ri, për të bë pare, për të bë nuk i dhanë shembull televizionet. Televizionet, ajo dolin TikTok u bë viral kusho. Kam vlla tani ajo normal që televizionet do ta merrë realist. Ora, okej, super. A mundesh me qenë realist? Kanë ndjek me qindra mijëra adoleshent kanë thonë du të me shadi kanë, me në radi kush për më arrit. Po nuk kanë arrit, sa ta kanë hangët rame si pjerë kush mo. Po dha shqiptarët sherre du në ti shoku. Po shumë bukur, pse televizionet sot... Çka ndodh? Televizionet shqiptare, një në kanalet më të fuqishme të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk flasin gjë tjetër që vetëm rastin tanë. Duke folë këtë rast tani, po mira, ajo ishte pengmarrje, vëlla. Po, super. Mos e krahaso tani pengmarrjen me Rafin, ndryshon pengmarrjen me Rafin. Okej, pengmarrje, o vëlla, pengmarrje. Çka ndodh tani? Pastaj, ku të themi edhe i gjë. Fabio është tjetër kategori nga. Okej, o zemra vaj se tu kap konceptin, nuk jetu kap konceptin. Fabio, tani ishte edhe ngjarje tjetër te Fabio. Nuk jetu kap konceptin e muhabetit. Pastaj peng kanë marrë kryeministrin e Belgjikës, kanë marrë ministrin. Po jo ty o kozak se të fol për ty, unë të fol për televizionin. Më mirë që kanë marrë pengë jo me mraf. Me rëp shtëpi. Ton bokë. Allah, faleminderit. Ale, lenë ngjarjen, o valla, lenë ngjarjen. Lenë ngjarjen mrapa. S'po kupton më duket. Lenë ngjarjen. Këtë televizionet e shqiptarisë morën ty. Po pra, folën televizionet e shqiptarisë se ishte edhe Fabio Dushku dikushi me burkim përjetshëm me gjona. E lam, ora sikur se të më gju. E lam ngjarjen anash tani. Ngjarjen anash. Kretë rinia, ti u bone i pasur, kosa ku bone shumë i fort Shqipërisë. Po pra, u bona i pasur nga fakti se kisha ishte pengmarrje, u mora peng, nuk u rafa si dhe gjenë. Pse rrën të i ra një vend, Shekiq? Tani, nëllë çka nëllë, shpar shembull ti dhënë televizionet shqiptare brezit ri, për të bë pare, për të bë nuk i dhanë shembull televizionet. Televizionet, ajo dolin TikTok u bë viral kusho. Kam vlla tani ajo normal që televizionet do ta merrë. Ora, okej, super. A mundesh me qenë realist? Kanë ndjek me qindra mijëra adoleshent kanë thonë du të me shadi kanë, me në radi kush për më arrit. Po nuk kanë arrit, sa ta kanë hangët rame si pjerë kush mo. Po dha shqiptarët sherre du në ti shoku. Po shumë bukur, pse televizionet sot... Çka ndodh? Televizionet shqiptare, një në kanalet më të fuqishme të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk flasin gjë tjetër që vetëm rastin tanë. Duke folë këtë rast tani, po mira, ajo ishte pengmarrje, vëlla. Po, super. Mos e krahaso tani pengmarrjen me Rafin, ndryshon pengmarrjen me Rafin. Okej, pengmarrje, o vëlla, pengmarrje. Çka ndodh tani? Pastaj, ku të themi edhe i gjë. Fabio është tjetër kategori nga. Okej, o zemra vaj se tu kap konceptin, nuk jetu kap konceptin. Fabio, tani ishte edhe ngjarje tjetër te Fabio. Nuk jetu kap konceptin e muhabetit. Pastaj peng kanë marrë kryeministrin e Belgjikës, kanë marrë ministrin. Po jo ty o kozak se të fol për ty, unë të fol për televizionin. Më mirë që kanë marrë pengë jo me mraf. Me rëp shtëpi. Ton bokë. Allah, faleminderit. Ale, lenë ngjarjen, o valla, lenë ngjarjen. Lenë ngjarjen mrapa. S'po kupton më duket. Lenë ngjarjen.
Këtë televizionet e shqiptarisë morën ty. Po pra, folën televizionet e shqiptarisë se ishte edhe Fabio Dushku dikushi. Me burkim Po shumë përjetëshën bukur, dhe e me lom gjona. ngjarjen anash. E lom, ora sikur se të më gju. E lom ngjarjen anash tani. Ngjarjen anash. Kretë rinia, ti u bone i pasur, kosa ku bone shumë i fort Shqipërisë, Po sot je më i pra, u pasur. bona i pasur nga fakti se kisha ishte pengmarrje, u mora peng, nuk u rafa Okej, e lom edhe herë, pse rën ty ra një vend, Shekiq. Tani, nolli çka nolli. Çfarë shembull ti dhon televizionet shqiptare brezit ri për të bë pare, për të bërë pamshëm? Nuk i dhan shembull televizionet. Televizionet, ajo dolin TikTok u bë viral kusho. Kam vlla tani ajo normal që televizionet A mundesh me qenë realist? Ore, okej, super. A mundesh me qenë realist? Kanë ndjek me qindra mijëra adoleshent kanë thonë du të me shadi kanë, me në radi kush për më arrit. Po nuk kanë arrit, sa ta kanë hangët rame si pjerë kush mo. Po dha shqiptarët sherre du në ti shoku. Po shumë bukur, se televizionet sot, çka ndoll? Televizionet shqiptare, një kanalet më të fuqishme të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk flasin gjë tjetër që vetëm rastin tanë. Duke folë këtë rast tani, Po mira, ajo ishte pengmarrje, vlla. po, super. Mos e krahaso tani pengmarrjen me Rafin, ndryshon pengmarrjen me Okej, Rafin. pengmarrje, o vlla, pengmarrje. Çka ndoll tani? Pastaj, Adoleshentat ku në të themi Shqipëri. edhe i gjë. Fabio është tjetër kategori nga. Okej, o zemra vllai se tu kap konceptin, nuk jetu kap konceptin. Fabio. Tani ishte edhe ngjarje tjetër te Fabio. Nuk jetu kap konceptin e muhabetit. Pastaj peng kanë marrë kryeministrin e Belgjikës, kanë marrë Po jo ministrin. ty, o kozak se të fol për ty, unë më të fol për televizionin. Më mirë që kanë marrë penge, jo me mraf. Me rëp shtëpi. Tom bukur. Allah, faleminderit. Ale, lënë ngjarjen, o valla, lënë ngjarjen. Lënë ngjarjen mrapa. S'po kupton më duket. Lënë ngjarjen. Këtë televizionet e shqiptarisë morën ty. Po pra, folën televizionet e shqiptarisë se ishte edhe Fabio Dushku dikushi. Me burkim Po shumë përjetëshën bukur, dhe e me lom gjona. ngjarjen anash. E lom, ora sikur se të më gju. E lom ngjarjen anash tani. Ngjarjen anash. Kretë rinia, ti u bone i pasur, kosa ku bone shumë i fort Shqipërisë, Po sot je më i pra, u pasur. bona i pasur nga fakti se kisha ishte pengmarrje, u mora peng, nuk u rafa Okej, e lom edhe herë, pse rën ty ra një vend, Shekiq. Tani, nolli çka nolli. Çfarë shembull ti dhon televizionet shqiptare brezit ri për të bë pare, për të bërë pamshëm? Nuk i dhan shembull televizionet. Televizionet, ajo dolin TikTok u bë viral kusho. Kam vlla tani ajo normal që televizionet A mundesh me qenë realist? Ore, okej, super. A mundesh me qenë realist? Kanë ndjek me qindra mijëra adoleshent kanë thonë du të me shadi kanë, me në radi kush për më arrit. Po nuk kanë arrit, sa ta kanë hangët rame si pjerë kush mo. Po dha shqiptarët sherre du në ti shoku. Po shumë bukur, se televizionet sot